Kësaj jave do të bëjmë një përmbledhje të situatës politike në Shqipëri. Jemi përpara hyrjes së muajit korrik. Protestuesit kanë vendosur një datë të re, sipas tyre një ultimatum, një afat, një diçka e madhe sipas tyre, po vjen në datë 4 korrik, po sipas tyre kërkojnë që do i bëjnë një surprizë hidhur kryeministrit që ka dhe ditëlindjen atë ditë. Edhe bëhet fjalë për protestën e dytë me mbështetjen e diasporës, ashtu si e para një javë ca, tani mbetet për të parë se çfarë do ndodh në datë 4 korrik, që nuk është vetëm ditëlindja e kryeministrit, por edhe 250 vjetori i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani për të lidhur këto dy ngjarje dhe për të prodhuar atë skenar të mundshëm që mund ndodhë në Shqipëri, do të flasim me zotin Sadri Kortoçi. Sikur e kam theksuar në çdo prezantim, tashmë është bërë mik jo vetëm i emisionit tonë, por edhe juaj, aktivist i Partisë Demokratike, por edhe një aktivist i çështjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Zoti Kortoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje edhe juve. Zoti Kortoçi, na pret përpara një javë e nxehtë, jo vetëm me temperatura. Atje botrori po hyn në një fazë finale të rëndësishme, por duket se edhe në Shqipëri gjërat po kristalizohen, duke dalë nga status quo-ja e pas javës së dytë. Çfarë mendoni që duhet presim? Me këtë ritmin e protestës që është paqësor, është në vërtet është për të admiruar, domthonjë se mediat botërore e parashikojnë, domthonjë e përshkruajnë Shqipërinë si një vend me demokraci që njerëzit janë të kulturuar kuptimin e protestave, nuk kanë bërë asnjë thymbje xhame, asnjë përplasje me policinë, kanë dalë në mënyrë paqësore, kanë 20 sa ditë bën, 26, 7. Sot është dita 29. Dita 29, domthonjë bota e ka përkrahur vërtet për arsyeën e parë që u ngritën që ishte kundra Sazanit edhe Zvërnesit, por tash e kanë drejtu fokusin ke korrupsioni i qeverisë. Duke ditë se media shqiptare asnjëherë domthonjë nuk e kanë paraqitur realitetin, njerëzit kanë qenë të friksuar dalin në rrugë, njerëzit kanë qenë të intimiduar nga një pozitë që kanë në administratë. Bota pak a shumë nuk e ka kuptuar, po flas bota, nuk është bota liderat, por po flas edhe masiv, populli masiv i vendeve të ndryshme të botës nuk e kanë ditë se në çfarë pozite është Shqipëria në raport me korrupsionin. Kështu që tash te kryesor është që rinia shqiptare është ngrit kundër elitës që ka drejtuar atë vend për 35 vite, që ka ardhur një moment domthonjë që është bë e pajetueshme. Unë e kam theksuar disa herë edhe këty edhe në dalje të tjera. Në 2010 kur u ktheva në Shqipëri, mas 12 vitesh isha në Amerikë, e pash se si kishte filluar Tirana mu ndërtue, pa leje, me ato rrugë të njëjta që kanë qenë në kohën e Xhaxhit. Aty makinat kishin filluar njerëzit me ble makina, se normalisht me qenë arritet kur jenë kapitalizëm në ekonomi private. Ju keni ardhur në kohën, domethënë në kulmin e bathores. Atëherë kulmi i çdo njanës ishte në vërtet, se Tirana njerëzit janë të lirë. Unë kam marrë nga Shqipëria, kam marrë në Amerikë dhe jetoj, nuk më ka përzon dikush që më thonë ose kam marrë me rregulla. Kur kam blej shtëpinë, domethënë çdo gjë është e përcaktuar. Ndërsa ndërtosh një Shqipëri komplet, një zhvendosje masive të popullsisë pa leje, pa urbanistik, atë ndodh kjo që ndodh sot, domethënë prona nuk ka shku ke Zoti. Njerëzit frustrojnë, qarkullimi është domethënë është si me qenë në një vend prej 20 milionësh, qarkullimi në Tiranë, po ashtu edhe rreth e tjera, përveç disa rrethe të vogla që ke mundësi me gjetë parkimin, pasi njerëz nuk ka shumë atje. Normalisht kur s'ka njerëz, s'ka as makina, por gjitha këto domethënë që
i pash në vitin 12 u takova me një grup studentë që kishin marrë shkollën dhe i thash diku nga 2020, mas 10 vite që ju keni për të kërku me ik prej këtij vende. Në fakt ka shtuar. Nëse zgjati më shumë se sa e parashikova unë vërtet, por vërtet para 2010-s njerëzit kanë filluar me ikë masivisht nga Shqipëria. Vetëm këto 10 vitet e fundit ke të paktën nuk e di me statistika eksakt se as janë apal në Shqipëri, as nuk ka informacion sakt se sa kanë nga Shqipëria, por di një fakt që sot në paktën New Jersey dhe New York e ke domon një masivitet shqiptar që janë në çdo qytet në çdo shtet të Amerikës. Edhe shumica e këtyre kanë ikë mas viteve 2010, 2013 edhe në vazhdim. Kështu që gjithë kjo që bëhet sot në Shqipëri është një revolt popullore se duke pasë çdo gjë ka shku në degradim. Që nga 90-ta unë pash se po kaloj nga një temë një tjetër, pash që kishin bërë me inteligjencë artificiale kishin bërë kong për Enver Hoxhën. Unë e thash në një dalje të këty o diku tjetër thash që Enver Hoxha nuk e shiti Shqipërinë. Me shtrimin e Shqipërisë, ato kufi nuk u cënun, nuk ishte njerëz që vishin Shqipëri, nuk jam kuptohet diktatura, kuptohet izolimi, por të paktën si territor Enver Hoxha. Domthon imagjino mas 35 viteve që njerëzit më arrit me vlerësu sistemin e diktaturës që izoloi Shqipërinë. Duket e pabesueshme që ju dini të fjalët e Enverit. Si ka thënë ai 10 vjet do më shani, do më kujtoni, do më harroni. Nuk e di, nuk është, po flas, domthon nuk është masive kjo që them unë, por disa njerëz e vlerësojnë ashtu, se të paktën ke qenë i përsekutum nëse ke kundërshtu shtetin, ke qenë izolum, nuk ke pas mundësi me dalja shtetin, nuk ke pas mundësi me në gjurë lajmet huaja ose me përthju fene, e mira gjëra tjera, por një gjë tjetër është se nga që shteti ka funksionuar normal, nuk e pas krime, krimet ka qenë... Skuptoj këtë që ndjesin ndërpreva. Ju thatë që nuk është më Shqipëria e shitur, nuk është më sa që ka qenë, kanë marrë, kanë blerë, kanë coptuar etj. Tani kush është hequr nga, se unë s'di që t'jetë hequr në një nga hartë